Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit qershor për shenjën e peshores. Peshore, java e parë e qershorit do të jetë një javë shumë pozitive për të gjithë ju, një javë ku ju shoh plot motivim, ku ju shoh me një energji, me një adrenalin të jashtëzakonshme, sepse dhe shumë gjëra të mira do të ndodhin këtë javë për ju. Në aspektin profesional, do t'ju ndizet ajo drita jeshile që ju keni pritur, ose do t'ju hapet një port, një mundësi që ju e keni kërkuar prej kohësh, sidomos ato peshore që kanë pasur pikpyetje, që nuk e keni ditur se si do të shkojnë gjërat, do të ndjeni që fati është në anën tuaj dhe ju favorizon shumë në qershor, sidomos në fillim të qershorit. Kjo do t'jetë edhe koha ku disa peshore, sidomos ato që punojnë me klient ose me pacient, do të shikoni që do t'ju rekomandojnë më shumë, do të rritet reputacioni juaj, si pasojë do të keni edhe më shumë të ardhura, më tepër përfitime, ose mundet të vlerësoheni në punë për performancën tuaj, edhe kjo do t'jetë pozitive, mundet të keni edhe biseda me prorët tuaj, sepse keni rënë në sy si një person që punon shumë edhe një person që është i kualifikuar për t'ju kaluar në një pozicion tjetër, për dikë mund t'jetë edhe fillimi një pune të re, ose një punë që e keni me shumë dëshirë, me shumë pasion. Sido që t'jetë situata për ty në mënyrë specifike, do t'a ndjesh veten me fat, do t'a ndjesh veten shumë mirë në fillim të qershorit. Kurse në aspektin e dashurisë dhe të romancës, energjia e diellit më tregon që ka shumë dashuri në jetën tuaj, edhe nëse je në çift, sigurisht po edhe për ata që janë single, do të bini në sy. Kjo është një javë shumë e mirë për të krijuar njohje të reja, për flirte, mund të keni shumë le të themi kërkesa për takime dhe për t'u njohur. Po do t'jetë edhe një javë ku disa prej jush doni të bëni pushime, të qetësoheni, të shpenzoni kohë me fëmijët, me familjarët, në çift, të jeni në një vend të ngrohtë, në një vend bregdetar, dikush ndoshta disa ditë, dikush pak më gjatë në varësi të mundësive tuaja, apo doni që ta filloni le të themi verën me duke e shijuar, sidomos ato peshore që jetojnë në vende të ftohta, që ka zgjatur për një kohë të gjatë, tani thoni ku ka mundësi të largohem, ta shijoj, të shkoj diku në një vend bregdetar edhe vetëm të bëni pushim, të qetësoheni. Kjo do t'ju mbush me energji dhe do t'ju përgatis për pjesën tjetër të muajit, ku në javën e dytë fokusi është tek parat, është tek financat, sepse pavarësisht këtyre ndryshimeve pozitive, do të krijohet një rrethan, një situatë në javën e dytë që do t'ju bëjë të reflektoni në lidhje me mënyrën se si ju i shpenzoni parat dhe se sa keni vendosur më njanë sa të përgatitur jeni për të papriturat e jetës dhe për të ardhmen. Kjo mund të vi nga një rrethan që ju e dëgjoni nga dikush tjetër, për shembull një person nga shoqëria ose nga puna ose nga familja që mund të jetë në të njëjtën situatë me ju nga ana ekonomike, edhe dëgjoni një histori që i ka ndodhur diçka edhe kanë qenë mirë financiarisht, po një e papritur, një fatkeqësi, një problem, edhe ato arritën në një pikë që kanë borxhe dhe nuk arrin dot të përballojnë shpenzimet e tyre, apo kalojnë një sfidë nga ana financiare. E kjo do t'ju bëjë të reflektoni, të thoni, ok, e njëjta gjë mund të më ndodhë edhe mua, ndoshta duhet të tregoj më tepër kujdes, ndoshta duhet të kursej disi, ndoshta duhet të investoj në një mënyrë më të zgjuar, pra do të mendoni për të gjitha këto. Për disa peshore mund të jetë edhe një shpenzim që ty të del nga hiçi, që se kishe menduar, edhe ajo të vendos me një herë në vështirësi. Ju e pëlqeni jetën e mirë, e pëlqeni jetën luksoze, peshore, ndonjëherë i doni gjërat edhe shpejt, doni që atë jetë, atë luks ta keni shpejt. Java e dytë do t'ju tregoj të mësoni në afatgjat, të ndërtoni një bazë për veten tuaj, sidomos për ato peshore që kanë ndërtuar familje, kanë fëmijë,
mos mendoni vetëm sot për sot, për të mbajtur me trendet e kohës, që të kesh makinën e fundit, të kesh telefonin e fundit, të kesh, sepse dhe mënyra se si shoqëria edhe se si ekonomia, se jemi në një ekonomi kapitaliste, është ndërtuar e tillë që nuk të lejon të vendosësh para më një anë, se gjithmonë do dalë një telefon më i mirë, gjithmonë do dalë një stil mobiljesh më i mirë, gjithmonë do dalë një çantë më e mirë, gjithmonë do dalë një makinë më e mirë, gjithmonë do dalë diçka që ti duhet të shpenzosh edhe në shuma të mëdha, plus edhe asgjë nuk është aq e fortë edhe aq cilësore sa që mund të ketë qenë vite më përpara, ku blije edhe një elektroshtëpiake dhe ronte 40 vite, ndërkohë që sot maksimumi 5-6 vjet edhe mund të prishet dhe duhet blesh diçka tjetër. Kjo është, të mos mendoni shumë për opinion, apo si duket së jashtmi, të mbani pak kursime, do me thënë të bëheni më me kujdes në ato gjëra çfarë ju duhen, në mënyrë që të mendoni afatgjatë. Çdo plan duhet të jetë, a më levërdis ta blej këtë gjë, a është një gjë që më duhet edhe është e domosdoshme për 5 vitet e ardhshme, apo është një tek, apo është një gjë e momentit që mund ta veshësh një herë apo mund ta përdorësh një herë dhe mbetet aty. Java e tretë do ta kthej fokusin tek pjesa e punës, tek kualifikimi nga ana profesionale. Tash do t'ju jepet ajo drita jeshile ose një mundësi shumë e mirë që do dalë në javën e parë, po java e tretë thotë, e di çfarë, duhet të ulesh, duhet të punosh fort, duhet të vërtet të perfeksionosh aftësitë e tua, zanatin, le të themi, ose punën tënde, që ti jesh më i miri ose më e mira në profesion, në mënyrë që të vinë, që këto të ardhurat të vinë. Po ky është një proces i gjatë, peshore, nuk është diçka që do ndërtohet me një herë, nuk është diçka që do bëhet për 2-3 vite, do doj kohë për të realizuar në atë plan, në atë vizion që ti e mendon për veten, për të ardhmen. Prandaj edhe për këtë muaj, po sigurisht mund ta përdorni në çdo kohë që keni nevojë për këtë energji, unë ju rekomandoj nga orakulli i kristaleve gurin e gjakosur ose bloodstone, që njihet ndryshe në anglisht, dhe thot sakrificat më të mëdha sjellin shpërblimet më të mira. Mendo për trashëgiminë tënde. Guri i gjakut është një gur i gjelbër me nuanca me pikat e kuqe, lidhet me energjinë, mendoj në antikitet, që lidhej me sakrificën që Jezu Krishti ka bërë për njerëzimin, edhe pikat e kuqe përfaqësojnë gjakun e Krishtit. Prandaj për njerëzit që kanë nevojë në radh parë kanë nevojë për forcë, kanë nevojë për siguri, për të lidhur me atë energjinë që ti me kurajo, me sakrificë do arrish diçka të madhe, kur ke një gjë që do ta realizosh me patjetër diçka që është madhore, ky gur të ndihmon për ato peshore që mund të kenë edhe probleme me qarkullimin e gjakut ose anemi, ta mbash në dorë si byzylyk apo si unas, të ndihmon ky gur për të dhënë për të dhënë forcë, për të dhënë energji. Por është edhe guri që lidhet, siç ju thash, me sakrificën drejt së ardhmes. Kjo për peshorët është e rëndësishme, sepse ju jeni shenjë ajri, mendoni gjërat, i planifikoni, por ndryshoni dhe mendime, keni të vështirë të qëndroni diçkaje deri në fund. Dhe për të përgatitur për këtë rrugë që është e gjatë, rruga drejt pasurisë, rruga drejt ndërtimit të një trashëgimie që ti do ta lësh edhe për brezat e ardhshëm. Kjo kërkon punë, kërkon vite, dedikim, dhe të mbash këtë gur. Kjo mund të jetë fillimi, sigurisht nuk është një gjë që do realizohet në qershor, jeni në hapat e parë në qershor. Por ky është guri që po ta mbani me vete, të meditoni, të reflektoni me të, apo në momente kur ti ndjen sikur do të dorëzohesh, je lodhur shumë, po punon orë shtesë, po punon
ndoshta dikush mund të fillojë edhe një punë të dytë, po bën shumë sakrifica, ndonjëherë mund thuash e di çfarë, u lodha, kam nevojë të bëj prap pushime, kam nevojë prap të shkoj diku, nuk dua të kursej më para, dua ta shijoj jetën se jetës nuk i dihet. Në ato momente kur e mban këtë gur me vete, të ndihmon në balancimin e këtyre emocioneve që thua e di çfarë, jo, duhet vazhdoj të punoj fort, duhet vazhdoj të sakrifikoj, sepse këto sakrifica do të më sjellin një shpërblim të madh në të ardhmen. Ju a them këtë peshore se shoh edhe në javën e fundit energjia e princit të shpatave më tregon që jeni shumë të rrëmbyer, i doni gjërat shpejt, mund të keni momente ku ose merrni një vrull të madh që do punoj fort, do bëj 2 punë, do mbledh, do bëj këtë, pastaj deri në fund, siç është energjia e javës së 3 deri në javën e 4, kjo është shumë e lodhshme, kam bërë gjithë të sakrifica, nuk ja vlen më dhe doni të dorëzoheni. Mendoni gjithmonë jo me pjesën e emocioneve apo me acarimin, me frustracionin që mund të ndjeni në moment, po mendoni logjikisht kush është më e mira për të ardhmen tuaj, ku duhet të përqendroheni, si mundet që këtë ta bëni realitet, këtë plan, këtë vizion që keni për të ardhmen. Edhe ndonjëherë sigurisht ndërtimi i diçkaje madhore kërkon edhe sakrifica. Mund të jetë disa vite që nuk shkoni me pushime, mund të jenë disa lukse që ndoshta ja keni lejuar vetes më përpara që i eliminoni, thoni e di çfarë, këto janë shpenzime të kota, nuk po shpenzoj, po mbledh atë shumë, po e mbledh, po e kursej, po e vë mënjan. Të gjitha në fund do t'jenë për të mirën tuaj. Vetëm bëni durim. Durimi është shumë i rëndësishëm. Jo më kot, guri i gjakut do t'ju ndihmoj në këtë proces, për t'ju dhënë atë qetësinë, atë durimin, mendoni për sakrificën e madhe të Krishtit për njerëzimin. Në të njëjtën formë edhe ju po sakrifikoni për fëmijët tuaj, po sakrifikoni edhe për veten dhe për të ardhmen tuaj, sepse sido që t'jeni në çift apo je vetëm, prap të kesh para mënjan, të investosh në diçka fitimprurse që ty të duhet në një banesë për të ardhmen, që e ke një vend që është i sigurt, një pronë e jotja. Të gjitha këto janë me vlerë, pavarësisht situatave nga ana emocionale të tjera, është pasuri për veten tënde, është siguri për veten tënde që ndoshta sot nuk e kupton, të duket si diçka shumë e largët, por vitet ikin shpejt, koha ndryshon dhe vjen momenti që mund t'jesh në një moshë që ke nevojë për atë lloj sigurie, ke nevojë për atë lloj stabiliteti. Prandaj mendoni në afatgjat. Kjo është energjia e kryesore për ju peshore në muajin qershor dhe mos u dorëzoni, vazhdoni me kurajo, me guxim përpara. Unë ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse jeni të interesuar për kristale me bloodstone ose gurin e gjakut, klikoni tek website-i im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e keni këtu tek video edhe poshtë tek përshkrimi, aty mund të gjeni plot stolit, një cilësie shumë të lartë me gur dhe kristale, unaza, varse, vath, byzylyk, gjithçka. Shikoni opsionet çfarë ju pëlqen edhe mund t'i porosisni direkt online dhe dërgesa bëhet në të gjitha vendet e botës. Ju lutem shpërndajeni këtë video edhe me miq dhe familjarë të tjerë. Mos harroni të bëni subscribe dhe të abonoheni në kanalin tim, më ndihmoni vërtet shumë. Bashkë të dëgjojmë në videot e ardhshme. Ju uroj gjithë të mirat. Mirupafshim.